Në kabinetin e tij, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla emëroi këshilltar jashtë kritereve të pranimit në administratën publike një tip të quajtur Ervin Kajo. Më datë 8 prill të këtij viti ministri u detyrua ta largonte me dorëheqje formale këshilltarin e tij si kusht ligjor për të kryer testimin dhe për të marrë statusin nga Drejtoria e Administratës Publike dhe siç thuhet do ta rikthej përsëri në ministri. Është në dëshirën dhe ujdinë e ministrit nëse e rikthen apo jo Ervinin në detyrën e këshilltarit, drejtor kabineti, sekretar të përgjithshëm, zëvendës ministër apo drejtor drejtorie. Por gjatë 4 muajve Ervin Kajo ka lënë gjurmë jo të mira. Si sekser në shpërndarjen e miliona eurove fonde publike që qeveria i ka akorduar bashkive nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë për investime në diga, argjinatura, kanale vaditëse dhe kulluese. Sipas kushteve teknike, Ministria e Bujqësisë duhet ja kishte dhënë fondet bashkive brenda muajit shkurt 2026 si mas paraprake për të kryer procedurat e prokurimeve dhe punimet. Qëllimi i këtij afati është që digat, argjinaturat, kanalet vaditëse dhe kulluese në çdo zonë të bashkive të jenë në gatishmëri para ardhjes së vjeshtës për të evidentuar përmbytjet nga rreshjet. Por pas një kompetencë, këshilltarit Ervin Kajo ju dha detyra që të planifikonte shpërndarjen e fondeve të Ministrisë për investimet bashkiake dhe parandalimin e përmbytjeve. Administrativisht, kompetencën në Ministrinë e Bujqësisë për të planifikuar e shpërndar fondet bashkive e ka vetëm Drejtoria e Administrimit të Ujrave dhe Digave, mbështetur me referenca nga Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokave për zonat me më shumë risk. Por fondet i mori në dorë Xhambazi Ervin Kajo, i cili nuk ja ka dhënë shumicës së bashkive. Megjithse ato kanë dorëzuar projektet e preventivat për investime në diga, argjinatura, kanale vaditëse e kulluese. Xhambazi Kajo krijoi një skem korrupsioni të bazuar në pazare tip ankant rishfeti, duke u dhënë fondet më shpejt e më shumë atyre bashkive kryetarët e të cilëve dhanë më shumë rishfet. Fakti që ju dha kompetenca e shpërndarjes së fondeve krijon dyshime se këto pazare janë bërë me dijenin dhe miratimin e heshtur të ministrit të Bujqësisë Fermerit Andi Salla. Ajo që dihet e saktë është fakti se me indicje nga denoncimet, SPA ka rënë në gjurmët e kësaj skeme korrupsioni në ministri, që kundrejt dhënies ose refuzimit të rishfeteve bllokohen ose jepen fondet e investimeve që evitojnë përmbytjet. SPAK po heton edhe nëse këshilltari Ervin Kajo është ai tipi që gjatë pushtetit të PD-s ka qenë oficer policie, oficer i SHKB-s në Ministrinë e Brendshme dhe në Ministrinë e Drejtësisë, i larguar i rikthyer 2 herë për përfshirje në zullume. Po hetohet edhe nëse është ai Ervin Kajo që deri më datë 17 mars 2015 ishte përgjegjës i sektorit të pijeve alkolike në Drejtorinë e Metodikave dhe Kontrollit të Akcizës në Drejtorinë e Doganave, por që dha dorëheqje pas denoncimeve dhe nisjes së hetimit për punë të zeza.